Ai që ka nënçmu dikon dhe ka përbuz dikon. Ai që është tallë me dikon, le t'i kërkon halal atë. Kjo është zgjidhja vetëm atë. Mi kërku halal. Nga se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men kana lahu inda akhihi madhlamatun falyatahallalhu minhu al-yawm. Kush e ka ndonjë madhleme, ndonjë zullum ja ka bëu vëllat vet apo kuptim sa që po flasnë të tallës në çmimin të përbuz, falyatahallalhu al-yawm. Le të kërkon halal sot para se në ardita që nuk vlen dinare as dirheme. Sa ne paguën ne me kurrë, paguën me shpinë pastaj. Fatkeq me vepra të mira paguhet Allahu na ruaj atë. Po sa le të kërkon halal ka. Kjo është e para për të pranuar pendimin atë. Me kënje tallë e kanë nçmu, e ke përbuz, të bëj më halal. Ose kanë thonë ulemat nëse është e pamundshme kjo, dhe pamundësia që në dy aspekte. E para e pamundshme është u dek njëri, që shylip halal dhe ju shkuaj tash. Ose ka shku dikun s'din s'ki që shmu taku me të. Ose ka mundësi që për shembull për shkak të kësaj tallje ose për shkak të kësaj përbuzje të caktuar ka mundësi më eskalu situatën shumë më keq. Në ndonjë konflikt më të madh për shembull apo. Po kjo është shumë relative, kjo duhet me pas kujdes për të vlerësuar. Ulemat kanë ekziston zemësimi i dytë i kërkimit halal, cili është lavdraja ku mundesh e ku s'mundesh për popullatën. Ku do të shkosh? Gjoja gjysh muhabetin, sille muhabetin tu. Wallahi mashallah që Allah kem. Po kjo ti çfarë smenon për ta po lavdraje. Që ta zaventsosh apo çortimin dhe talljen me lavdata. Pendohu tek Allah xhallahu ala, nga se nëse nuk pendohesh në këtë mënyrë, edhe nëse thush me 10 mirë herë nditë astaghfirullah, ky gjuna mbetet gjuna tek Allah xhallahu ala. Nga se ka të bëjë me krijesën dhe nuk shpaguhet tek Allah xhallahu pa ta bu halal vllajt atë. Qoftë këtë me kërku halal sikur se Abu Dharri. Kush pënive ka këtë burnime që të kokën tokë, më të kom në nçmu vëllam, të kom birin në zez, shkele këtë ftyrë, se s'meriton ke me konë në altë. Mi po, Bilali, apo, radiallahu ta'ala anhu, kur ka pas, sikur se Abu Dharri, që qëtë krytë në tokë, ka pas të Bilal që të quë vëllam, të nuk s'keli në t'i kur, apo. Ma fatë kësisht, sot dikush, me thonë, që të ftyrë, thotë, po s'keli, mu qëfry, apo, nuk du me komunikun këtë njërë, ajtë lip halal, e ti me kone mazë mërgjën me abu halal, apo. Me pas paku të ndihmojmë njëri tjetrin të pastrohemi nga çdo padrejti, nga çdo tallje, nga çdo nënçmim që ja kemi bërë njëri tjetrit. Pavarësisht ta ka qenë, ndoshta e qëllim pashim çka do të ka qenë, çfarë natyre. Ti themi, ma bën halal atë. Të kemi këtë guxim me të vërtet, nga se kjo tek e fundit apo marrësh, nuk është trinikja. Kjo është me pështu ti nesër. Wallahi billahi kanë më najmar namazet apo. Kanë më najmar dhikr, agjerimin e gusit që jena lodh në gjinim apo në vapën, në zete, dhjen të meret për zgashmi vlapën. Ndaj është interes jo të thuj, bëma halal o vlam, bëma halal, më bon halal, me zemër, edhe mbyllë kapitullin e nënçmimit njëre për gjithmonë me çdo kënd. Është pak e rënd ky proces, apo i pastrimit dhe i rregullimit, po kur rregullohet, je faqebar pastaj. Je rahat. Para kujtë që del, alhamdulillah, është kapitulli mbyllur, s'ki mo dos që të hapën për asgjë. Nga se e ke mbyll me vullin e asaj që na ka mësuar pejgamberi, bëma halal. Edhe kjo bëma halal nuk është fjalë goje që do të më thonë, po buron nga zemra sinqerisht, nga se edhe bëma halal janë kushte pendimit, apo që me ndërpejmë një herë, me të orë keq, edhe mos më vazhduan të armën për me pas fuqi bëma halal. Ama bëma halal, po s'vjen keq se e ke bë, nuk nalesh më e vazhdon të armën, kjo bëma halal është devaluar. S'ka kur fare kuptimi atë. Andaj ato kushte që vlen për pendimin para Allah xhallahu ala, çato ti ndavini kur dikujt është bëma halal. E mshil kë kapitull tërësisht, edhe pjekemi, edhe tash më komunikojmë dyshim me një tjetër. Për ndryshe Allah thot, kush nuk pendohet në këtë kuptim, fa ulaika humuz zalimun, e ata shndrohen në zullumçar, më i keq se fisku. Apo i padrejt. E zullumçari gjithmonë është i mramët në kërkesave. Domthon para mënaje për shembull sa të kërkon pi Allahut asgjë diçka apo pengesë e madhe është zullumi. S'u t'japëm se zullumçari apo gjithmonë je në shënjestër të goditjeve nga ana aty që ke bëu zullum apo. Sikur se ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se lutja e atij që i është bë zullum, e atij që është bë zullum, do të ekziston një zullumçar domthon. Lutja e atij që është bë zullum ngrihet tek Allahu xhallahu ala.
Dhe Allahu xhallahu ala i thot lutjes së atij. Shiko, lutjes së doja ti ngrit nalt. Allahu i thot lutjes së atij thot la ansurannaki walau ba'da hin. Unë do të ndihmoj ty. Qoftë me një vonesë të vogël pak, për shkak të urësisë. Pak nëse e vonojmë, po 100% kam të ndihmoj ty. 100% kam të kthy hakun. Dynja në ahiret apo. Edhe është paramëna kur Allahu kështu komunikon me duan e një njeriu që i është bërë pa drejt, ndërsa në raport me te ti e kite Allah e amin zullumqar apo. Andaj thosë po atë mos i gale se që ti filone që është bërë zullumqar, në të shpejti kena me ndërmarë masa kundër ti apo. Allah na rujt që emnion mu laku në këtë tabar. Apo emnion mu laku në tabor aty që Allah thot shpejti na mirë me ta apo. E kur Allah xhallahu thot shpejti nuk e din çu sill hesapet apo me prudi kanë në pozitë që me të vërtet tet pa lakmueshme që nuk ka kam jam mbajt apo. Nëse Allah i ka premtuar duas aty që ka bëu. Kush do koftaj? Kush do koftaj? Në veçantë më urut nga duaja prend vallahu na rujt apo. Që ata mos më thon te Allahu xhallahu ala mos më kon ti i etiketum nga ana e nonës tonë si zullumçar apo. Mos më etiketum nga ana e babës tonë si zullumçar, Allah na rujt. Ose nga ana e gruas, ose nga ana e fëmijëve, ose kundërta gruaja. Wallahi mirë ajo gru që Allahu ankohet tek Zoti i tij, që burri ankohet tek Zoti i tij, se gruaja po i bën zullum atë. Mos respekt, mos dëgjim. Ose edhe mirë ai burr. Apo që gruaja e tij i çon dur ka Allahu xhallahu ala thot, o Zoti jam, un s'kam kërkon posteje. Burri jam po bën zullum. Wallahi kjo është do më të mërshme se me të lemru dikush se unis këtë ushtria e natës me të luftu apo. Po çështë pikërisht apo. Këtë unis do mbush para këtë çka ka NATO i nçu ty me të nzon. Apo tani para mëna mush me natë me fletë me hunger buk. Kë as nuk krahasohet bile. Kur dikush Allahu i thot ja Rab, çka ky robët s'po më lën rahat. Unë jam siklet me ti s'po kam çka më i bë. Po të dërzoj ty dosën e ti më rrëm me ta. Wallahi vaj halle për këtë njeri apo. Andaj pendohu, nga se në qofë se bësh zullumqar, apo 100% ka godit me një rast, fjale Allahu të gjellë, ka me inimu lutës ati që ti e ke shkaktu dhimbin edhe e ke shkaktu në nëshmime dhe përbuzën Allahu në rujta. Prandaj, këto janë këshilla të arta që në apë kjo ajet në sunë al-Hujurat, që mos të nënçmuhemi, mos të përbuzemi, të duhemi, të jemi në lidhje të fuqishme me zvete, vëllezër, sikur se na ka lidhur Allahu xhallahu ala. Mirë po, veset e këqija, veprat e këqija, të cilat e rënojnë vëllazërinë islame, e zbejnë atë, nuk përfundojnë me këto të dhëria që folën për ta. Nuk përfundojnë me tallje, nuk përfundojnë me nënçmim, nuk përfundojnë me etiketime. Ato vazhdojnë edhe më tutje me ajetet në vijim të surës al-Hujurat, duke vazhduar më tutje me paragjykimet, ku Allahu xhallahu ala ndalon që të paragjykojmë. Edhe kjo është mëkat në veti që prish raportin ndër vëllazorë e me cilën çështë do të miremi inshallah në dersën e ardhshëm. Për sonte me kaq po japim fund. Allahu ju shpëlbeft. Sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katira.